Kam 2 materialet marra nga arkivi i sigurimit të shtetit tepër sekret me pak ekzemplar. Ky për shembull është me 3 ekzemplar, ky material sekret 3 ekzemplar, ky është sekret 5 ekzemplar. I takon datës 13 qershor 1989. Dhe është një informacion për Nën Terezën. Në kusht Nën Tereza do të vinte në Shqipëri dhe në atë kohë ministri i Brendshëm Simon Stefani i dërgon hekurani i saj, Ramiz Alis, Adil Çaçanit, hekurani i saj dhe Reis Maliles, pra sekretarit të parë, kryeministrit, sekretarit Komitetit Qendror dhe ministrit jashtëm, një informacion, prandaj është 5 kopje për Nën Terezën. Por çfarë është gjëja më interesante? Aty thotë që Age është e bija e Kolës dhe e Tranes, Rozës, lindur në Shkup në vitin 1913 me arsim fillor e pa martuar, e pa angazhuar në parti, me profesion rrobaqepse, me komsi e shtetësisë shqiptare, e vdekur 1973 për t'jemën. Çuditja është që e përmendura thot me origjinë të hershme është nga rrethi i Korçës. Pra për nënën e Nën Terezës thot që është nga Korça, e larguar në Shkup 1900. Është e vërtetë apo jo, unë nuk e di, por ky është një material tepër sekret i sigurimit të shtetit për krerët komunistë të kohës.